Rikthehemi miq, ndodhemi në lagjen Qeraxhias të fshatit Dritas. Është një zonë bujqësore, por që është shumë afër qytetit, qoftë Kancës, qoftë Tiranës. Vetëm kjo zonë ku ndodhem unë, nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka drita, nuk ka kanale, nuk ka ujë vaditës, tokat i ka djerë një pjesë të madhe, sepse këtu në 35 vite s'është investuar një lek. Ose, për qenë më korrekt, ai lek që është investuar është vetëm çakull si kjo, që hidhet për fushat elektorale dhe që merr fund me shiun e parë. E thash mirë? Përshëndetje, si që ti ke thonë shumë bukur ke folë dhe me që kjo rrugë është për një ka ngel për një copë 2 km, se s'është më shumë, që lidh Tapizën me Kasallën, ne në lagja Qeraxhias, ne jeni këtu, unë jam rritu, si gjithë këshit tonë, po me këta rrugë që kena, me drita që kena, ujë që nuk kena fare, si që dim, ujë s'kemi, drita sot ngreshën mjes dhe nuk kishna drita sot në 2025-ën, mos kesh drita është turpi botës, dhe me thanë, unë nuk e di se si do futna në Europë, me që kryeministri jonë thot do futna në Europë, ne jetojmë, disa nga ne jetojmë edhe në Europë, edhe dim se si funksionon, po do futna në Europë me pa rrugë, do futna në Europë pa drita, do futna në Europë pa asnjë kusht, sidomos fshatrat. Fshatrat do të jenë prioriteti, qyteti ka prioritetin e vet, por dhe fshatrat do të kenë prioritetin e vet. Kështu që ne nuk di ku t'ja fillojmë, ku t'ja marrojmë në këtë pjesë që është turpi i botës që mund të flasim të ecim në 2025-ën, të ecim me këto lloj rrugësh, edhe fëmijët tonë të ecin në kom me këta lloj rrugësh me shku ke shkolla. Ne po të shkosh në kom nga këtu ke shkolla është afërsisht gjysore, po gjysore të ecish në kom me shi, nuk është pak, edhe të futesh në për gropa, të dalin fëmijët e larmë nga shtëpia dhe të shkojnë në gjithë llaq ke shkolla, unë nuk e shoh të drejtë. Dhe ka shumë probleme kjo lagja jonë, domethënë, po ti shofish siç e the edhe më parë, dritat janë me shtylla druni. Po ti shofish siç e dritat janë me shtylla druni. Ke dritat me shtylla druni, kjo është e pafalshme. Është e pafalshme. Domethënë, po të kalosh tu vazhdimisht të kaloj një kamion këtu, dritat bin në tokë. Nga që janë shumë poshtë, dritat janë, rëzohen shtyllat, që kanë bërë shumë vite dhe këta janë bërë gjithë me forcat e fshatarëve. Janë bërë me forcat e fshatarëve. Domethënë, unë po të them këtu nga 2001-shi, kjo rruga këtu që e kam shtruar unë personalisht, me lekët e mia. Po, nga ura poshtë këtu e kam shtruar unë me forcat e mia, me babin që e kena hap gjithë fshatarët e kena hap me dorë, që nuk na ka bashkini kena pas kërkuar dhe ndihmën e hap me përfadrom, e kam sponsorizuar unë personalisht, me lekët e mia e kam shtruar këtë rrugën se s'ka pas rrugën, s'ka qenë rruga fare. Dhe po ta shoh siç e pen maloren atje dhe betonin e kena lëshu me lekët tona për me rregullu rrugën dhe është 2025 sot mbi 25 vite po jena po të njëjtën katastrofë. Unë nuk e kuptoj këtë se si mund të si ekziston akoma në Shqipëri kjo pjesë. Ata që na shohin do thonë, po mima e kanë me çakull. Çfarë përgjigje do jepje? Po, mund të jap përgjigjen që ky çakull që është lëshu, një shiu më i vogël me ra, këtu janë gropat. Po dalish prapë të shi që është rru, nuk i ka bën një muj, e ki janë bë gropat, që nga që shi që ka rom. Kështu që ky çakull është përvizor, temporary, si që është përvizor maksimum nuk e shtyn 2 muj. Mund të shtyj ca kohë që me pjesën verore që nuk ka shira. Po kaq, mbaron kjo. Domethënë, pra nuk është zgjidhje asesi. Absolutisht jo. Nuk ka zgjidhje, s'ka pas zgjidhje. Ka 25 vite edhe nuk ma merret të këtë zgjidhje. Siç pam edhe asfaltin që lësham atje, unë jam kontraktor vet. Dhe çdo kontratë që merret, dikush do ta firmos atë kontratën dhe do ta verifikoj dikush para se të paguhet ai kontraktori ai që po e bën atë punën. Se si po e bën me 3 cm asfalt, normal një asfalt rrugor që të ecin makinat do të jetë 15 deri 20 cm trashësia.
do të ketë 3 shtresa mëta, jo 1, 3 shtresa do të jenë në atë rrugën. Kështu që unë nuk e kuptoj se si mundën me justifiku me 4-5 centim asfalt edhe si mundën me e pagujt atë kontraktorin që kushto ai që e ka marrë atë rrugën për ta bërë. Këtë nuk po e kuptojmë ne akoma. Domethënë, vjedhja është e papame në rrugë, sidomos. Tashi, erdhi puna e voti me gjithë njerëzit u ngrejtën edhe ja dhan votat. Pse ky mos ja japi diçka popullit? Domethënë nuk jena shumë, 2 kilometër rrugë. Ktu nuk ke trotuar ku të ecin fëmijët. Ku do shkojnë fëmijët? Ke shkolla siç e pehet vetë atje sipër, aty s'ke ku të kalojnë fëmijët. Aty është rruga, aty është nuk ka një trotuar ku të ecin fëmijët. Unë nuk e kuptoj se si e menaxhojnë këtë lloj projektesh, se si kanë këtë lloj projektesh. Unë nuk kuptoj këtu. Një shprehje vjetër thotë çdo popull meriton qeverinë e vet. Absolutisht. Dhe tani po e kthejmë ne nga ana jon, nga populli. Ne kemi faje apo vetëm fajet qeveria? Unë nuk e kuptoj ku do ta kena fajin, ne për arsye se ne desa po dalim e mirëmarrim rrugët vetë neve. Po dalin gjithë moshe e thyre që janë këtu, edhe po mirëmarrin rrugën vetë. Ne po bojnë, siç e thanë, janë paguajtur një farë lekësh para 25 vitesh. Ato ku kanë shkuar ata lekët? Domethënë ata u zhduken. Si duhet zhduken ata lekë? Kur janë paguajtur me një bank apo jo? Ku janë lekët? Domethënë në atë kohë kanë qenë në qoftë se jam gabim, po kanë qenë mbi 1,5 milion lek. Po sot janë mbi 15-20 milion lek ajo me vlerën që ka qenë. Edhe më shumë mund të them. 2.300.000, po sot do të jenë mbi 25.000 euro, 30.000 euro. Po. Edhe po ti kishin ata lek, domethënë ata mund ta shtrojnë rrugën vetë neve. Domethënë, qoftë se shteti nuk don, ti na i kthej lekët mbrapsht me valuën që ka sot. Edhe po grejna gjithë lagja e shtrojmë rrugën vetë neve. Nga që shteti nuk don, po mos vime kërku një taks. Ne rruga, ja ku ka salla, është ka salla aty më tonë, me asfalt, me gjithë, me ujë, me gjithë. Ne jena një lagje pak më poshtë, nuk kena as ujë, as drita. 20 mish është atje sipër, po këtu nuk kena as 20 mish. Këtu kena, siç e thanë me park, këtu kena që nuk nezet frigoriferi. Këtu nuk nezet lavatriçja. Pra 2 fshatra ngjitur, njëri nënës, njëri tjetër. Absolutisht. Po, është tapiza siç është, edhe tapiza është afërsisht si puna jon. Domethënë nuk është se ka ndaj ndryshim shumë më të madh se neve. Po me rrugën që kanë bënë këta, domethënë vetë si ta rregullojnë diçka, unë mendoj që e kanë shkatruar gjithë. Të shtrojnë me 3 cm asfalt, por mendimin tim është nuk kam i shty 6 muaj. Nuk i shty, mund të shty pjesën verore, po sa të vi dimri, kaq mbaroj ajo rrugë. Aty sa të futet një tral, sa të kaloj një tral, që të kaloj një tral i madh, ajo rrugë është prish. Kaq, nuk se, domethënë ne po kërkojmë thjesht na ndihmojnë me rrugën, ujtin dhe dritat. Po ta shohësh tu më ton, kena tubin, vin tubi nga sipër e vjen tubi poshtë, tubi ujtit për këtë lagje këtu. Ujt pishëm. Po. Lagja sipër nuk na kasalla nuk na e ka lidh ujtin. Nuk e ngjon me na e lidh se thot nuk është në kontratë, nuk e kena në kontratë me ulshu ujtin e lagjes poshtë. Domethënë ata kanë ujë. Ata kanë ujë pishëm sipër. Lagjes tonë nuk ja lëshojnë ujtin. Unë s'e kuptoj pse. Pse nuk e lëshojnë ujtin? Kontratën, jena shumë dakord ta bëjmë kontratën, pse mos ta bëjmë? Po ta shofsh ke shtëpia ime. Ju me puse, ë? Nena me puse, po nuk vet ujë nuk është. E di si është ujti, si me qenë ky ujti këtu del nga ujti nga toka. Se ka shumë vende që kanë ujë me pusa, po kanë ujë pastër. Ujti jonë është si me pi këtë ujtin e shiut. Domethënë, nuk kur shkoj me bë dush, nuk bë dush. Domethënë thut është del ujti kuq fare. Domethënë ne ujë nuk kena as ujë pishëm, unë shkoj e mushi ujtin në nxall herë ose ndajt. Ujtin për me pi. Nuk domethënë e para që nuk përdoret fare, o janë edhe një ujë ke ujë tapizës, që shkojnë e mushin të gjithë lagja. Shkojnë e mushin ujë për të pi domethënë vende të ndryshme. 2025-a. Ne të futna në Europë. Po të shkoj e di Rama me gjithë shokët e vetë, shkojnë të futën në ngropën në Europë, ku duhen vetë ata plak. Po s'është për neve. Ti je në Angli, më thanë? Unë jetoj në Angli, po. Ka ndonjë fshat anglisë shumë? Kjo ishte për humor, për batut. Ka, domethënë kjo unë them që është turpi Shqipërisë për këtë dhe më vjen shumë keq që unë erdha me atë dhe gjysë domethënë një popullsi shumë e madhe që po vjen turizëm, edhe është shumë mirë që po kthehet turizmi, po dhe turizmi duhet shofi diçka, jo të vit shofi mbeturinë atë.
ky i lagje nuk ka mbetërina fare. Unë i marr mbetërina nga këtu i çojnë në Kams. S'keni as kosha. Ja zbot fjala. Nga këtu ne nga këtu i çojmë këurët Apizës, i çojmë mbeturinat. Edhe do të thonë populli pse ka shumë mbeturina këtu? Ka shumë mbeturina se s'ka ku të çoj. S'ka ku do të çojë mbeturinat. Unë i marr makinën time, këtu i çojmë Kamës mbeturinat, këtu këurët Apizës i çojmë mbeturinat. Po kjo është turp. Po ai që s'ka mundësi, s'ka makina, ai do t'i hudhi diku. Te i kanali aty. Do t'i hudhi me një kanal. Pa ai kanali do dalin ato plenat diku. Ata do shkojnë nga këtu. Kanali nga këtu do shkojnë lum, nga lumi, do shkojnë ke kolektori. Nga këtu do shkojnë lum, nga lumi do shkojnë det. Deti do t'i çojnë Bregdetit ton. Bregdetit ton që do t'i shohin gjithë turistat shqiptar apo që vinë turistat në Shqipëri. Do t'ja shkon zinxhira. Domethënë, kjo janë gjëra elementare që mund të bëhen. U jam shumë dakord që mund t'i bjerë koshat, mund t'i vej lagjes. Jam prap dakord që unë e di se si i kanë kushtet lagja, po edhe po t'i vesh një taks të vogël për plenat marrimor, unë mendoj që çdo shtëpi është e gatshme. Pse ju nuk e paguani taksën? Taks pastrimi, gjelbërimi? Jo, në bashki paguani taksa? Pra ju nuk është se i paguni. Po jo morbur, se si paguni, ai paguni kur shkoni me bot taksat e letrave, tokës. Ti man taks gjelbrimi, ajo. Gjithë i paguajnë më. Gjithë i paguajnë taksin e gjelbrimit morbur. Gjithë shkojnë e paguajnë. Taks bashkia. Po aty pra është brenda. Ajo është ajo. Dhe është brenda taks gjelbrimi, pastrimi. Si që thanë edhe më parë, a nuk është turp, të shkojmë nga këtu e të shkojmë në Tiranë. Nga këtu të shkojmë në Tiranë. Pse duhet të shkojmë në Tiranë? Për çfarë? Spitalet në Tiranë, ne spitalin e kena në Kams. Për diçka shkojmë në Kams, pse duhet shkojmë në Tiranë? Për çfarë lidhje duhet shkojmë në Tiranë? Ajo kërkoni bashkim me Kamzën, siç keni qenë. Unë mendoj që po, duhet jena me Kamzën. Pse? Se këtu e kena lidhjen e. Unë do të shkoj 1 orë me shku në Tiranë, 2 orë me shku në Tiranë. Pse mos të lidha me Kamzën? Gjithçka siç e tha rruga është me Kamzën. Dritat, këta gjithë shkojnë ai paguajnë në Kams. Nuk paguajmë gjë në Tiranë. Unë në Tiranë nuk e mbaj mend vetë shkoj kur dal për qef. Pse duhet shkoj? Për gjithë gjonat i marrim Kams neve. Sot e kena gjithë në Kams. Edhe siç më korrektoni nëse e kam gabim, po gjithë gjonat po marron në Kams. Asnjë nuk shkon në Tiranë për absolutisht asnjë gjë. Edhe nga malet, gjithë malet i ka marrë Tirana. Nga që ne do jena këtu 5 minuta me Kamzën. E kuptoj, kam shumë. Andon. Dhe kjo do të jetë një unas shumë e mirë dhe për linje urbane, për autobusat, për diçka. Pse mos të jetë nga Kamza këtu me dal në Kamp, mirë një rreth. Duhet të jetë. Fshatrat janë të bukur, fshatrat janë të pastër. Kush më tha mua që një linjë autobusi ka kërkuar një herë ta shtrojë, por nuk e lanë. Po, me sa e mbaj mend unë, ka qenë Shpresa Alp. Shpresa Alp e ka pas kërku për ta bën unas. Ta shtronte vetë diçka e tillë ka qenë. Dhe nuk ja aprovuan, nuk jam shumë i informuar këtë, por nuk ja aprovuan. Po pas ka ca dhi këtu. Që kanë ca dhi këtu? Po, dhi i kena, kështu që zotit, ca dele i kena. Që kanë ca dele? Dhe lopë s'ka kush mi rujt më, kështu që... Dhe po kthejni fshat konsumator, po kthejni paka pas qytetit. Po nuk kena rrugë tjetër. Po qytet nuk jena ne, se ne jena fshat pa rrugë. Nuk i thot qytet kësaj pune. Pra fshat jo, qytet jo, qa jeni? Jena të mbarum. Jena të mbarum. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit që erdhët.